Do që të kreun e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Ilirian Celibashi, tani do t'jemi në një tjetër komunikim me kolegen Bleona Prengësa nga një tjetër qendër votimi në Tiranë. Po, përshëndetje Bleona. Eliana, të përshëndes, ndodhemi në njësi numër 10, në njësi në cilën po zhvillohet votimi elektronik, siç mund ta shikojmë nga pamjet cilët na ofron operatori ynë Elvis Kocaqi, është një numër i konsiderueshëm i votuesve. Në fakt vijnë votuesit të cilët do të zgjedhin për kuvendin e ri, vazhdojnë të vinë ende, vërehet një pjesëmarrje e larmishme në fakt dhe nga persona të moshës së vjetër, por edhe nga persona të ri. Në këtë qendër po zhvillohet edhe votimi elektronik. Kjo është dhe dhoma ku qytetarët votojnë në sistemin elektronik dhe me ndihmën e operatorit do të shikojmë edhe pajisjet me të cilët bëhet votimi. Në fakt, kjo është qendra e parë në të cilën ka filluar votimi elektronik ditën e sotme. Sipas të dhënave nga kjo qendër votimi nuk vërehen për problematika të ndodhura, por në fakt në qendra të tjera votimi ku është zhvilluar votim elektronik ka pasur disa problematika. Për të kuptuar më shumë mbi ecurinë dhe mbi procesin e këtij votimi elektronik, do të kemi mundësinë të marrim edhe prononcime për të kuptuar se si po shkon deri në këto momente ky votim, dhe ka pasur problematika të mëtejshme. Procesi i zgjedhësve do të vijojë deri në orën 19, ka vazhduar rreth orës 7 të mëngjesit të sotëm, ndërkohë siç e theksova, procesi po raportohet se po vijon pa probleme. Për të tani në këto momente mendimin e operatorit po shikojmë edhe personat cilët po votojnë, ndërkohë siç e theksova, për të kuptuar më shumë se si po shkon ky proces, do të kemi mundësinë për të marrë edhe një prononcim nga kryekomisioneri. Si po shkon procesi i votimit deri në këto momente? Në përgjithësi, gjithçka ka shkuar normal. Natyrisht në dinamikat e një procesi zgjedhor ka gjëra të vogla, po asgjë për të përmendur, veçanti. Gjërat po shkojnë mirë. A ka patur persona që nuk e kanë kuptuar mënyrën e votimit elektronik, më së shumti do të theksoja moshën e tretë? Nuk do të thësha që, domthonë, ka qenë një pakisë shumë e vogël, por megjithatë kemi pas asistencën e operatorëve të pajisjeve që kanë ndihmuar domthonë guidimin e. Janë bërë publike edhe rastet cilët të moshuar të caktuar janë kthyer edhe një herë për të bërë procesin e votimit, pasi sipas tyre ka patur mos kuptime lidhur me këtë. Nuk kemi pas raste të tilla. Por lidhur me pjesëmarrjen, si raportohet deri në këtë moment? Me të thënë drejtën, ne nuk kemi numëruar se tush sa kanë qenë. Ka qenë krejt intensive. Ne vazhdojmë të ndjekim procesin që të ecë në mënyrë sa më të qetë, edhe që njerëzit votojnë. Atëherë, Eliana, siç e dëgjuam, në këtë qendër votimi, procesi po shkon në mënyrën që duhet dhe pa probleme. Sipas kryetarit të komisionit në këtë qendër votimi nuk janë spikatur probleme të caktuara, ndërkohë procesi vijon me një numër të konsiderueshëm të zgjedhësve. Sipas të dhënave në fakt të bëra publike nga KQZ-ja deri në orën 14, në rang vendi kanë votuar 29.53% e qytetarëve, kanë raportuar 1925 nga 5225 qendra votimi në total, ndërkohë krahasuar me vitin 2021, pjesëmarrja deri në orën 14 ka qenë 35.62%. Shikohet që këtë vit ka patur një ulje të numrit të votuesve deri në këtë orar, ndërkohë siç e theksova dhe më parë, mendimin e operatorit tonë do të kemi mundësi të kapim dhe plane pak më nga afër të aparaturave të cilët votuesit, qytetarët votojnë, në mënyrë që të shikohet edhe aparatura me të cilët bëhet numri ndjes
votimin nga ana e qytetarëve, ndërkohë kemi pasur edhe gjatë ditës së sotme disa incidente, ndoshta jo lidhur me votimin elektronik, por me persona të cilët kanë publikuar votën e tyre, çka është ndaluar me ligj. Në qarqe të ndryshme të vendit kemi patur arrestime, shoqërime, në fakt bëhet fjalë për një 56 vjeçare e cila është shoqëruar dhe në zonën e Tiranës janë arrestuar 3 të tjerë, ndërkohë siç po shikojmë nga pamjet që ofron operatori ynë, këto ishin edhe të gjitha pajisjet elektronike me të cilat qytetarët votojnë në këto njësi administrative. Ndërkohë dua të theksoj që të drejtën e votës në vendin tonë kanë 3.700.000 shtetas shqiptar, brenda dhe jashtë vendit. Në fakt, për sa i përket votimit, brenda jashtë vendit është hera e parë që bëhet votimi i diasporës, siç e theksova, është hera e parë në historinë e zgjedhjeve. Listat zgjedhore përfshin 2 kategori, qytetarët që jetojnë brenda Shqipërisë dhe qytetarët që jetojnë jashtë vendit. Për zgjedhësit që janë jashtë Shqipërisë janë përkatësisht 245.935 shqiptarë në diasporë, të cilët u regjistruan për të votuar. Ashtu siç e theksova, në rang vendi po bëhet votimi elektronik në njësinë numër 10 ku ne jemi aktualisht dhe në Bashkinë Bor, në cilën votimi bëhet në mënyrë elektronike. 114.642 zgjedhës votojnë për herë të parë, ndërkohë 1.081 personave i është hequr e drejta e votimit për shkak të dekriminalizimit që nuk lejon personat të votojnë, personat që kanë kryer krime të rënda. Në fletën e votimit shqiptarët do të kenë mundësi të gjejnë 11 subjekte politike, ku janë 3 koalicione dhe 9 parti të vetme. Secili subjekt zgjedhor ka në garë 186 emra të shpërndarë sipas qarqeve, ndërkohë 2046 persona janë kandidat për parlamentin e ardhshëm që do të zënë 140 karrige kuvendore. Kësaj radhe në asnjë qark të vendit nuk konkuron asnjë kandidat i pavarur. Kandidatët janë të ndarë në 2 grupe, ashtu siç e kemi ndjekur dhe gjatë fushatës elektorale, listat e mbyllura dhe listat e hapura. Tek listat e mbyllura kujtojmë që kandidatët janë të privilegjuar dhe do të fitojnë të parët mandat sipas radhës që janë përcaktuar, ndërkohë në listat e hapura do të përcaktohen kandidatët sipas numrit të votave që do të marrin ditën e sotme. Dua të theksoj edhe faktin që në njësinë numër 10 ku ne ndodhemi, por edhe në Vor, supozohet që procesi i votimit të mbaroj më herët, por dhe supozohet që rezultatet nga procesi i votimit të dalin të parat për shkak edhe të mënyrës së votimit, asaj të votimit elektronik, ndërkohë procesi ka vazhduar rreth orës 7 të mëngjesit të sotëm dhe pritet të përfundojë rreth orës 19. Bleuna, të falenderojmë për këtë raportim të përplotësuar që ke bërë sa i takon votimit elektronik. Faleminderit edhe një herë, jo vetëm për mënyrën, procedurën, po natyrisht shumë qytetarë ndoshta ishtin kurioze edhe për të parë aparaturën